Më herët ishim duke biseduar me nënën time lidhur me të kaluarën e saj dhe me vërtet tregoj diçka shumë interesante dhe me vërtet një gjë që është për ta rënqet lëkurë. E tregon në rastin kur i ka vdek nëna e saj. Po pa fund detaje në ta lëm vetë shprehet. Na tregon pak a shumë nanush çfarë moshe ka vdek nana edhe çfarë ke përjetu. Nëna ime ka vdek shumë shpejt edhe në moshën shumë të hershme. I ka pas vetëm 48 vjet, pini sulmi, e unë e kum përjetu shumë rënd. I më konë qaq që dëshpërum, qaq që onrat nuk më kanë lënë rahat. Kum qajt shumë, ju mërzit shumë, ju me dyqysh pakra nanës. Je konë shumë e lidhë me nanës. Shumë tepër son e motër s'kum pas. I kum pas edhe mërzinë e nanës, edhe onrat nuk më kanë lënë rahat. Kum pa nanën qysh u zhyt kënuj, ljup këndim të i meje, i këj nanë, qika jam e pështam, mi dha këtë durët, unë më nëjsha me ja kap durët ajo veç sharajke, edhe më ka ndodhë në që atë rasti më konë shumë keq, e familja jame ka desht më ndihmu për mes një hoxhe. Ai hoxhu ardhe dhe më ka thonë që lotë e tu si janë të e lanë rahat nanën tonë. Edhe që atëhere për i dashnit madhe ndaj nanës edhe respektit, i mënu me mbledh vetën për me ndihmu nanës tane, mos me po në qësi gjendje, se krejt pasoje mërzise dhe lotëve të mi u kona e. Mas një kohë, mas i ku ju mënu me ti kaluar shkaku i respektit ndaj nanës, e kum pa nanër shumë të mirë, ashtu që shukon, me do të isha të bardha e buzqesh. Do të dallimi shumë i madh se që atëherë kur ato e kum bo veç e kum te i kalu mërzin teme veç me i bo mirë asojnë. Allah shpëlif nanush, me të vërtet që kjo që rrethej nëna ime është, kur ta shikojsh, është prej argumenteve të profetësisë. Argumente që tregojnë që Muhamedi është i dërguari i Allahut dhe sa ati Allah ja ka mundësum, ja ka qelë disa dritare mi pa të botës tjetër. Muhamedi a.s. ka tregu hadithe shumë i fuqishëm, Buharien, Muslime, që i vdekuri vuan për shkak të vajtimit që i bëhet. Për atë arsye, qajtja, vajtimi që bëhet për vdekurën, ai vuan atje në botën tjetër. Edhe këtë ka thënë shumë mati profeti jonë Muhamedi a.s. Mirë po shikoni të raste i nënës time, me të vërtet ka qenë tragjike ai rast që ka ndruar jetë nëna saj apo gjyshja ime, ka qenë shumë e lidhë me ta dhe me të vërtet ka qenë një grua shumë fisnike, gjithë e përmendin ashtu si grua shumë e mençur, shumë fisnike, dhe ka qenë, si që përmendin nuk ka pas motër edhe është lidhë shumë me nanën e vetë. Dhe kur i ka ndruar jetë në moshën 48 vjeçare, e ka përjetu shumë rande dhe qajturit vazhdimisht nuk ju ka ndërprej. Edhe aja në botën tjetër që këj qajtu konvertu sikur po zhytet nëna asaj. Subhanallah, tamam si ka unë hadith, ka vujt nëna e nënës time në botën tjetër për shkak qajturit tepër. Për atë arsye të kemi kujdes. Të kemi kujdes kur të na vdesin dashurit tonë, të mos vajtojnë, se me të vërtetë ata vuajnë. Ata në botën tjetër vuajnë për shkak të vajtimit, për shkak të qajturit tepër, për shkak. Prandaj kemi kujdes të marrim psim prej kësaj ëndre, se nga një herë me të vërtetë sikur të qenë Zoti da mesazhe
për botës tjetër përmes njerëzve dashur. Kjo ka ndodhur në kohët e mëhershme, në kohën e profetit alayhis salam, kur kanë desht dëshmorët, për shembull me u lajme dashur e tyre, Allah e ka mundësu përmes ëndra, se ëndra është 1/46 pjesë e profecisë. Shika, Muhamedi alayhis salam e ka profecinë e plot 100%, kurse subhanallah kjo ëndra është 1/46 pjesë e profecisë. Shikoni se si përputhen profecitë, edhe le të jetë kjo një mësim për neve.